Gazetari Eni Ferhati ka treguar disa detaje të atentatit të ndodhur në Unazën e Madhe në Tiranë, ku pas një breshërie të furishme plumbash ndaj një mjeti tip G-klas, beton të plagosur 4 persona, mes tyre dhe të mitur. Ferhati e cilësoi sulmin si brutal dhe të drejt për drejt, duke theksuar se mund të ishin përballë një masakre në kufi të një akti terrorist, pasi në vendngjarje janë gjetur të paktën 38 gëzhoja. Sulmi ka qenë brutal, i drejt për drejt, ku qëllimi i autorëve, që mendohet se janë 2 sipas hetimeve paraprake, mund të kishte sjellë një masakër në kufi të një akti terrorist. Janë gjetur 38 gëzhoja për momentin në vendin e ngjarjes. Ka dyshime se ka qenë një sulm statik dhe më pas ka vijuar për rreth 500 metra, tha Ferhati. Sipas tij, sulmuesit të maskuar edhe me skafandra kanë vepruar në mënyrë të organizuar dhe të përgatitur. Ata kanë përdorur një motor tip Yamaha 600 kubik, i cili është fiksuar në të paktën 30 lokacione të ndryshme përgjatë 3 ditëve para atentatit. Gjurmimi i tyre tregon një itinerar të detajuar në zona rezidenciale të Tiranës, ku besohet se kanë qenë në pritje të objektivit. 2 persona të maskuar me skafandra. Nuk e di pse policia nuk e shpërndan foton e tyre. Po ashtu, foto e motorit tip Yamaha është fiksuar në 30 destinacione të ndryshme gjatë arkut kohor të 3 ditëve deri në momentin e atentatit. Është Yamaha 600 kubik, është bërë itinerari. Si kanë përritur në pikën ku kanë zgjedhur për të pritur objektivin, kanë lëvizur në rrethinat të Tiranës, në zona rezidenciale ku ka vila. Shoferi që shoqëronte të miturit ka qenë i armatosur me armë me leje, por e ka patur të pamundur të reagojë ndaj agresorëve, tha gazetari. A ka lidhje ky atentat me gruan e Rom Brahimit? Lidhja me gruan e Rom Brahimit ka qenë dyshimi paraprak në këtë ngjarje të rëndë. Me filtrimin e informacioneve, provave në vendngjarje, informacioneve operative, bëhet edhe përjashtimi i pistave. Gjatë këtyre ditëve janë marrë në pyetje 10 persona dhe individ që kanë përdorur këto lloj mjetesh. Ne jemi duke shkuar drejt përjashtimit të kësaj piste, por çështja është çfarë konflikti është ky që të urdhërohet të goditet edhe mbi fëmijët? Dyshohet që është atentat i paguar. Në Tiranë ka shumë mjete të tilla G-klas të botës së krimit ose biznesit dhe përkojnë që targat janë të përafërta, që fillojnë me 00 dhe kanë qenë objekt verifikimi i grupit hetimor. Duket që pas kësaj fshihet një grup i strukturuar kriminal. Këto ngjarje kërkojnë një tjetër lloj niveli hetimor, pse jo edhe nga SPAK, tha gazetari Ferhati. Kujtojmë se më 17 prill në mbrëmje, nga të shtënat mbi mjetin tip G-klas, betën të plagosur 11 vjeçari DD, 17 vjeçari MD, shoku i tyre KM 19 vjeç dhe shoferi AS 34 vjeç.